dita e parë e kyçes në ushtri ka qenë me 13 mars të vitit 98. Nashta gjitha të shtëpia djegta, gjitha jo masakër, gjitha ta njerëz vram, e kom ditë që veç lufta e sjell lirin. Afërsia e parë me ushtarak me uniforma, afërsia e parë me plagët e luftës, është ditë e parë që kom pas kontaktet direkte me erën e luftës. Ekipa e parë e mjekëve që kemi depërtuar në Drenicë, pas vrasjes Stadium Jasharit, jemi ne. Prekaz nuk kemi mujtë me mbri, se ka qenë haloj rrethum prekazi. Qubrel, po klek, po lac, gati në kitë fshatët për rreth. Një javë ma herët, e disha që doktoresha Flor Brovina, po miret me organizimin e trive në Prishtinë. Unë e njifsha edhe ma herët, pjesën praktike çdore ku mban ordinancën e saj, njifeshim familjarisht. Edhe shkoj e thash doktoresh, unë tash shkollën e kom përfundu, kisha pas shef, në momentin e parë që të më japet mundësia, atëherë në Prishtinë ende nuk ka qenë lufta, në cëllën do zonë kisha ardhë. Vajza dikun jemi konë 8 nana aty, se tjerat kam punu në Prishtinë. Domat vjetër, fshatar, shpesher na kanë thonë, po çka keni me bo jo? Po jo doni veç me gatu, pse me gatu burrat ju me hangër, so kuzhinjerin e kemi pas mashkull. Po unë asnjëherë se kom një veten ndryshe prej djemve. Çdo herë kom menu që kontribut jam për vendin tonë kam me kohë njësoj sikur ata. Dytit e para unë s'kom mujt heq me dalë prej dhomës. Ton kohën klasifikimin e banave, mu ka dasht me prej gaza, me bo gaza sterile, edhe u dasht në furrë shparetit, me dhes shparetin, mi shti diris, sa gati veç e mershin ngjyrën e djegjes, edhe mi palu që me siguru sterile. Thonë 2 ditë, veç me që ato ka marrë, më thonë edhe bukën ma kam prunal, edhe fillun luftimet. Unë diri që a dit, jam kam parë. A dit, bari goshi ma ka dhonë një revolet vogël, që e ka marrë prej ushtarëve, se kom fakt që armatim mjaftushëm nuk ka pas për gjithë. Dhe vinë e partë frontit kanë qenë ushtarë që kanë qenë matë pregaditën. Unë ditët e ofenzivës nuk kanë qenë vinë e partë frontit, arsyeja se është dash dikush të plagosën mi prit. E kemi ditë që ka me pas të plagosën shumë. Ditën e dytë edhe tretë, veç numrit plagosë e filloj kemë rrit. Të nesrit, me 18-in, ka orë doktorisha Teuta Hadri, edhe tash doktor Ragipja, anesteziolog. Me thonë, na jemi bo na 3. Edhe kam fillu qepja plagëve të para, plagosën e parë, po numri veçoret, u bënën 18 të plagosën, edhe spitali ushtarak ka qenë ma jacë. Me hecë shumë largë, se dhe gorila ka qenë dëzlashe pjesës operative të lapit, por na u dashkën spitali ushtarak në ma jacë në bajt plagosnit. Qatit ma ka dhonë, unë kom qenë në vetur me sylen, i plagosën, edhe Selim Pacolle ka vozit veturën. Plagosit tjerë kise cili kanë për asire, Selimi ma ka dhonë një bume, ka pos një bumë vogël, granatore, tha që ta po ta da ty, se ti vje vesh me një revole, tha revolja vesh vetëm mbrojtje, tha unë po ta da që ta, tha po mos të din plagosit tjerë, kjo është nëse e rrezikohemi. Masa në epi brigadës ma kam pru dhe një hekler automatik i shkurt. Qka nëse na nëzajnë qa? Na kemi luftu dhe në ditën e fundit, po 17 plagosën për shpirtin e tyne qysh me më të vranë tërgjegja për ta. Deri në mëngjes kemi nejt aty, kemi pas shumë afër sërt në vija aerore, se i kemi ndëgju me radiolidhje të folë. Ushtarë që kanë dalë me siguru rrugën, në mëngjes kanë orë në kanë taku. E di që ka qenë Fatme Romolli Baci, Bahria, tas, edhe cali çdo herë ka qenë para neve në përkujdesit rrugës. Me thonë çdo herë, so herë që kemi mri, ata kanë qenë para neve që kanë siguru rrugën. Atëherë jemi nisë, jemi këthy adit në shatin kolegj, kemi hangër mëngjes, edhe kemi vazhdu rrugën, me një marë që s'ka pas sosën, hec. Mu duke që gjithë njëtin vend dilshem. U lodhëm na, u lodhën ushtartë, u lodhën plagosnit, mi bajtin në krah, deri që atëri me konvetura, masa ne me tur, në krah. Edhe nuk kemi pas lese adekuate, qebe të thurë të ndroj.
unë e kom pas përgjegjëse për shëndetësinë të Guerilës. Nëse ushtarëve tonë, spitali ka qenë larg, çka do që kam pas nevojë, ju kom ofru trajtim. Përveç që kom qenë ushtare, kam marrë edhe përgjegjësinë, cilën përgjegjësi ka pas Flora Brovina, po mas arrestimit të saj, ma nuk kem pas përgjegjës edhe i kom marrë përgjegjësitë e shëndetësisë. Ditë kur kemi pas maqet, marrëshëm edhe trajnimet e ndihmës së parë. Se jo çdo njani ushtar ka ditë trajtimin e plagës. Jo çdo njani ushtar ka ditë lidhjen e bë. Jo çdo njani ushtar ka ditë gjakderdhjen e ndal. Edhe në momente kur kish anë pushim, kur nuk kish luftime, qatë pjesën, se të na kemi pas momente tona të lumtuna, kemi kënu, kemi nejt, kemi bo muhabete, po në qatë pjesë e patëm shti edhe pjesën e ndihmës së parë, që me trajtu se cilin ushtar për me ditë me dhënë ndihmën e parë shokut, mos me lënë me humb jetën për një thymje dorës për një gjakderdhje me ndal. Janë ditë më të lumta të jetës time. Unë sot i kam 3 fëmijë, ndoshta nuk kam ndikë kënaqësi më të madhe se ditën që ja kom vesh uniformën. Mas luftës fillova me punu në qendër të mjekësisë familjare, në departamentin e psikiatrisë, kanë qenë italian. Mas në qendrën rehabilituese për nanën edhe fëmijën me Flora Brovinën, kryesisht me gratë e traumatizume të luftës, me nanat që kanë mejt pa burra, me fëmijët jetima, edhe aty si pjesë e shëndetësisë, masi veç e kisha, derisa u mbyll qendra, dërsa tashëm profesionin i vjetër, jam instrumentare në sallën e emergjencës, klinikën emergjente në Qekoko, në sallën e urgjencave. Nuk ju kam hik profesionit, po tani e kam vazhdu dhe masterin kujdes në edukimin shëndetësor, fakultetin e mjekësisë. Lufta sa në më të mirë ka që jemi vllazëru me njëri tjetrin. Unë gjitha ata ushtar i kom një pjesë familjes. Edhe sot i një pjesë familjes. Asë një mëris kemi pas me zveti. Ka fshatën e gojës e kemi ndo bashkë. Pjesë e familjes janë edhe sot. Kjo fletorja vogël është pjesa e luftës ku kam shkruar shënimet e mia personale. Kam fillu me datën 24 mars të vitit 99, ditën kur kanë fillu bombardimet, se kam mujtë qita me majtë në gjep mas veti, edhe dita e fundit që kam shkru ka qenë 14 qershori vitit 99,